lidhet me të drejtën tuaj për të njoftuar, për të dëgjuar dhe për të mbrojtur. Në kërkesën e datës 19/9, ju vini në dijen e Këshillit Bashkiak që keni mësuar nga media që po zhvillohet një procedurë për shkartimin tuaj. Dhe kërkoni që të dëgjojeni dhe të jepni sqarime. Ndërkohë me shkresën e datës 22/9, keni marrë dieni për datën dhe orën e zhvillimit të mbledhjes, por jo për shkaqet e shkartimit apo shpjegime më të hollësishme. Ju është thënë që në rast pamundësie pjesëmarrje fizike, i sillni opinionet me shkrim. Edhe në 23 ju është dhënë një përgjigje nga Këshilli me fokusin që pjesëmarrja juaj nuk është ndaluar me vendim të Këshillit Bashkiak. Dhe përsëri ju rikujtohet që mund t'i sillni mendimet tuaja me shkrim. Pyetja ime është kjo. Mendoni ju që pjesëmarrja juaj fizike do të evidentonte ndonjë argument të përmbledhur, pavarësisht se ju i shtjelluat dhe për hir të së vërtetës unë pata pak dilemë nëse e bëja pyetjen apo jo, megjithatë dua të qëndroj në këtë kontekst. Diçka që ju mendoni do të kishte ndryshuar pasojat e asaj vendimmarrje dhe nëse krijoi vështirësi vetëm koha e shkurtër në përgatitjen e një opinioni me shkrim apo kishte arsye të tjera që ju mendonit ishin pikat forta për të evidentuar që ju të sqaronit vetë drejt për drejt dhe fizikisht në sallë ato që ju vlerësoni të rëndësishme për vendimmarrjen. Nderuar zonë gjyqtar, ju falenderoj shumë për pyetjen. Në 10 vitet e eksperiencës si kryetari i Bashkisë Tiranës ka 2 mënyra se si thirret Këshilli. Ose thret kryetari i Bashkisë për vendimet e veta, qofshin nga ato që janë rutinë, ndihma ekonomike, pagesat e qirave mujore, apo në vendime të rëndësishme siç janë buxheti. Ka dhe një mënyrë tjetër kur e thret Këshilli. Kur e thret kryetari, është kryetari që fton Këshillin. Kur e thret Këshilli, Këshilli duhet të ftojë kryetarin. Me shumë respekt dua vetëm t'ju korrigjoj pak në pyetjen tuaj, nuk kam marrë përgjigje nga Këshilli. Kam marrë përgjigje nga sekretari i Këshillit që nuk është antar i Këshillit Bashkiak. Dhe nuk është autorizuar nga Këshilli, Këshilli duhet votonte për këtë ftesë. Sepse Këshilli mund të mblidhet edhe vetë, por në këtë rast kur gjykohet kryetari i Bashkisë, duhet merrte një votim Këshilli Bashkiak për këtë ftesë. Dhe nuk mund ta linte këtë në një komunikim me sekretarin e Këshillit që nuk është as i zgjedhur, është thellësisht administrativ. Kështu që në këtë sens është shkelur, as nuk jam njoftuar të shohësh nga televizioni i Burgut që po mblidhet Këshilli Bashkiak i Tiranës. Tani të flas me shumë respekt dhe solemnitet për gjykatën, po flas më shumë si me një gjuhë thjeshtë që ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Unë kam parë një eficiencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të orarit punës, në datën 24. Do të thënë një eficiencë kur unë kam kërkuar për ndihmë ekonomike, kam kërkuar Këshillin për lloj-lloj situatash, duhet lutesh aman t'u japim lekët njerëzve që s'mbyllen dot muaj. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslënëse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmeshme, katastrofike, pandemia tërmeti, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Nga Këshilli te prefektura, ke ministri i linjës, te VKM-ja, te presidenti kështu me radhë. Kështu që në këtë sens ky është fshati që duket. Nuk ka nevojë për kallauzin tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për qenë aty. A do kisha fuqi që të ndroja mendimin e tyre? Këtë skemi si ta zbulojnë përsa kohë që nuk ma dhënë këtë mundësi. Unë besoj që fjalët kanë peshë. Dhe unë besoj që kur njerëz u jepen mundësia që të shprehen, në të kundërt, diferenca do të ishte, ju keni bërë diferencën me këtë vendim sot. Diferenca që keni bërë është ja si bëhet një proces ku ne dëgjojmë pak. Dhe unë besoj që për njerëz, prandaj thash, fyerja më e rëndë e jetësime se mund të bëhen nga njerëz që e dinin për ditë për kushtimin tim. Dhe që ju lutesh atë vinin për vendimet sepse Tirana siç e keni parë që një kantier të 10 vite. Dhe prandaj them eficienca me të cilën shkoi nga padrejtësia në padrejtësi, me një ritëm në një shpejtësi të jashtëzakonshme, ishte thellësisht mbreslënëse. Dhe për këtë them nuk e di si do të ishte vendimi i tyre, nëse do t'i shkoja në sy dhe do t'ju kujtoja pikërisht këto skenar. Edhe ndoshta do t'ju kujtoja edhe faktin që nesër mund të jenë ata viktimë e kësaj padrejtësie. Nesër dikush ju jap vetëm një shembull prej punës që kam pasur kryetari i Bashkisë Medellinit, u rrëmbye nga një organizatë terroriste FARC. Dhe pastaj u plasi si mod që po të rrëmbesh një kryetar bashkie, krijon zgjedhje dhe pastaj mund ndoshta të vësh atë që do të tillë nëse s'ka qellove me atë që rrëmbeve. Pra hapet një precedent që mund të shkojë në fantazit nga më ekstreme deri te padrejtësia që është rasti im konkret. Faleminderit.
Zotit Belia. Vota? Në lidhje me të drejtën e Zotit Belia për të njoftuar, për t'i dhënë të gjitha atë dispozicion, për të qenë prezent, për të pasur mundësinë që të parashtrojë mbrojtjet e tij, për të qenë pjesë e kontradiktorialitetit në proces. Ne këta e pretendojmë si për Këshillin Bashkiak, që ishte propozuesi, ashtu dhe për Këshillin e Ministrave, për të dyja organe. Ndërkohë, shembulli më i mirë se si duhet kishin vepruar të dyja këto organe është vetë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese, në marrjen e kërkesës Zotit Belia për të qenë prezent, i është drejtuar vetë drejtorisë përgjithshme të rrugjet dhe ka organizuar vetë gjithë procesin. Të njëjtën gjë do të kishte bërë dhe Këshilli Bashkiak. Jo thjesht i thoshte Zotit Belia që nëse ke mundësi mund të vish, por duhet ishte drejtuar drejtorisë përgjithshme të rrugjet dhe ta organizonte vetë procesin. Dhe njëkohësisht i jepte kohën e mjaftueshme për të njohur materialet dhe për të paraqitur mbrojtjen e tij dhe për të qenë prezent. Pra, ka dhe një koorganizimi i gjithë këtij procesi. Dhe të gjithë të pretendojmë dhe për Këshillin e Ministrave. Faleminderit. Japim fjalën gjyqtar Ibrahimit. Faleminderit, zonja kryetare. Edhe pyetja ime, ashtu si disa nga pyetjet e relatorës, ka të bëjë me thelbin